demokratike institucionin e votës lirë as parsorë. Dhe normalisht demokratizimi pikërisht nëpërmjet primareve e konsideruar fasad ndoshta nga një pjesë atyre që nuk e njohin në brendësi të gjithë sistemin dhe të gjithë formën e organizimit, nëse ju do të kishit ardhur dhe të kishit vëzhguar dhe parë, çdo gjë ka qenë ai edhe po të vita shoj do gjej Klecka. Jo, nuk e vën diskutim votimin, ja një fjali. Votimi nuk e vën diskutimin, ka qenë demokratik. Unë them që në finale kur vjen puna te listat, fakti që do vendosi kryesia dhe kryetari. Shiko, ne çfarë do lloj gjëre që të bëjmë jo vetëm ju, po ne në tërësi e gjejmë gjithmonë një kleçk që këtu ka një gjë që ne gazetarë për dyshuar jemi. Po ta ktheni nga ana tjetër, ju do të shihni tek Rama sa kohë ka që nuk bëhen zgjedhje brenda partisë. Po është në rregull ai. Sa kohë janë në rregull. Por ideja nëse kjo që duket më demokratike fakti deputetit që duam. Po pse këtë tjetëri s'është në rregull? Kushta demokratike mo, thasht kundërtën. Thasht janë të dyja mekanizma që tentojnë të maksimizojnë ushtrimin. Atëre, bijem dakord që kjo demokracia ideale në partitë në Shqipëri është e një kohe që s'ka ardhur akoma? Flasim pak për ushtrimet, le të themi ajo që pretendojmë ne për demokraci. Dhe të flasim për ushtrimet që do t'ju duheshin çdo partie dhe çdo kryetari të maksimalizonte. Nëse njëri përdor armë më demokratike si që janë primare, tjetri armë të tjera, po që në fund të ditës janë të justifikuara për sa kohë do të nxjerrësh një rezultat maksimal, i rrim kësaj. Indrit, se dua të lë pak kohë në fund për koalicionet me që regjistrohen nesër. Nuk ka parti politike në botë që ka demokracin ideale platoniane. Pra partia demokratike në Amerikë hoqi nga gara Bernie Sandersin dhe futi në garë kot këtë Kamala Harris dhe i shkaktoi probleme vetë. Pra po marrim një parti demokratike të shtetit më të fuqishëm të botës. Jo më këtu që është tjetër realitet. Tani, le dalim tek pjesa, a janë këto primaret mekanizëm promovimi i njerëzve të ri? Këtu duhet ndalemi. Tani, Flogerti tha që nuk ka, nuk kanë dalë. Po të marrë, Genti Andoj në qarkun e Shkodrës është spikatur dhe promovuar tashmë si figurë për shkak të primarëve. Ndo Cashta, një tjetër... Sa po ka që aktivizohet në PD? Nuk ka lidhje. Ti mund t'jesh antar një sekund. Se brenda partisë po e bëjnë betejën ato. Po mirë, mund të aktivizohet. Provimi nuk ndodh gjatë gjithë kohës për çfarë do. Ta mbaroj Indriti, po të lutem. Se mund të qenë antar dhe kryetar seksioni dhe sekretar degë është diçka tjetër. Po themi, a janë mekanizëm promovimi për më lartë në karrierën politike, pra për të spikatur si lider lokal? Unë them se po. Kemi këtu Denisa Vata, Ndo Cashta, Çollaku në Matë, Basir Çollaku, edhe Gjingjoni po deshe në Lezhë, i cili nuk ka karrierë politike dhe partijake, por i kanë shkuar në degët lokale të partisë dhe nëpërmjet primareve janë bërë lider lokal të politikës lokale, sepse kjo është më shumë lokale, figura qendrore, po t'i shohësh janë të mbrojtur, të mbyllur në kuptimin e konkurimit politik. Pra, a ka dërguar shefi madh si mekanizëm, nuk e ka dërguar shefi madh, një sekond. Të tjetrin, jo po ta them unë. Flogert nuk më thua dot sepse kam qenë antar kryesie dikur i partisë në Lezhë. Kush e ka çuar Gjingjonin kryetar partie në Lezhë? Antarësia e partisë ka marrë 600 vota. Nuk i merr dot 600 vota në Lezhë nëse ja s'ka. Dakor, pra, po Agron Xhekmarka është i drejtues politik. Nuk është drejtues politik mekanizmin e primareve, mos ndite Xhekmarka, nuk ka lidhje Xhekmarka. Ai ka krijuar përçarje atje për shkak se ka shkuar ashtu si ka shkuar. Edhe një herë, tani unë po të them, a është mekanizëm i promovimit të liderëve lokal dhe figurave lokale? Po, ka në të gjithë Shqipërinë që njerëz të rinj, ose që kanë qenë antar, kryetar seksioni, sekretar dege, nëpërmjet mekanizmit të primarëve, kanë arritur të promovohen dhe nesër do të kenë një vend titullari në Partinë Demokratike. Diçka tjetër e vlefshme për mendimin tim është që janë përdorur primaret që partia të fitojë legjitimitet publik pas një lufte civile 3 vjeçare, ku partia mori levat, shinat e trenit, tokmakun dhe shumë mjet të tjera të oficinës, pas shumë akuzave dhe pas një lufte të egër politike e cila ka mbjell urrëtie dhe e çoi Partinë Demokratike në imazhin e keq të një turme, të një tribuje e cila bënte vetëm luftë me edhe fizike, pra me mjetet që përmenda, ka ardhur një moment tjetër kur zhvillon primare për të fituar legjitimitet publik si parti politik. Pra për këta i vlen. Mas 3 vjetësh jemi ne këtu për të bërë një diskutim për Partinë Demokratike për herë të parë si lajm i mirë.
çdo herë tjetër jemi mbledhur për luftën politike, për akuzat të ndërsjellta, pra për 8 janarin dhe duke qenë se t'imponon jetës publike për ta trajtuar për mirë dhe si lajm të mirë, vetë ju fiton dhe legjitimitet politik për t'u stabilizuar si parti politike. Pra nga një tribu e cila vjen nga lufta civile e brendshme, sot legjitimohet si parti politike normale, e cila nuk prodhon demokracinë 100%, sepse siç e thash, nuk ka as në shtetet më demokratike të botës një demokraci si letë. Po. Iluzionin që na është shitur deri tani, që deputetët tuaj nesër do dalin nga vota juaj të nderuar demokratë. Nga vota po dalin, nëpërmjet primarëve. Apo jo e ndodhshme dhe mundshme që të ndodhi realisht? Të përgjigjem unë për këtë. Shiko, siç e thash, zoti Berisha është politikan. Dhe i duhet dhe krijimi i emocionit dhe ndërtimi i narrativës dhe i perspektivës edhe tek antarësia. Pra ju ka thënë do të përcaktohet nga vota juaj, deri tani Selia Qendrore ka lëshuar vetëm pjesën e propozimit, ku degët e partisë kanë iniciativë. A do të shkojë më tej në primaret e radhës, apo do t'i eliminojë totalisht primaret? Kjo mbetet në raundin tjetër, po them. Jo, në zgjedhjet e tjera. Jo, në raundin tjetër. Në raundin tjetër ne nuk e Zoja dhe dim. zotrinj kanë dalë, aty kanë tavolina i tani. Në momentin që do ndërtojnë listat. Ne nuk mund flasim për diçka. Okej, lëm vetë